përshtypjen tuaj në rast se Bajram Bega gjatë kohës që është shërben si kreu shtetit kryen veprimtari të tjera të cilat janë të ndaluara kategorikisht. Përpjekja juaj për të bërë mua pjesë. Jo nuk është përpjekja, është çfarë po ju thash përgjigje. Nuk do shkarkohet. Edhe nëse ka shkel kushtetutën. Po sepse shkeljen e kushtetutës e vërteton vetëm gjykata kushtetuese. Nuk e vërteton ky person. Dhe çfarë përgjigje do? Çfarë përgjigje do nga unë? Se nuk ngrini komisionit timor, pse s'pranoni nisjen e procedurave dhe ta caktoi gjykata kushtetuese. Po s'më ka ardhur kërkesë për komisionin timor. Ka ardhur kërkesa për shkarkimin. Po është procedura, është pjesë. Po jo, si mirë e kam, po. Për këtë pjesë ju thoni ne do e marrim parë në konsiderat. Mirë, dakor. Tani kam dhe element. Po jo, kam një çështje, jo, po sepse faleminderit. Faleminderit. Dita gjatë të bëft. Kjo është e rëndësishme. Tani, unë mendoj që është më rëndësishme presidenti, por jo bëj pyetjen për të kuptuar cili është roli i Partisë Socialiste. Ka rol Partia Socialiste. Do t'ju pyes do keni prezent ju, do të marrë fjalë kryeministri, do ta kuptojmë si është përfshirja e PD-s të manifestës. Ai është një organizim cilin e bën organizata veteranëve të luftës çlirimtare në Kosovë, ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është një organizim që vjen pas atij që ndodhi në Prishtinë, pas atij që ndodhi në Hag, dhe është krejt normale që e treta dhe e vërteta tjetë në kryeqendrën e shqiptarëve në Tiranë. Organizatat e veteranëve të UÇK-s, me të cilët unë jam takuar dhe sot do kërkoja mirë kuptimin tuaj që gjitha organizimet që po bëhen dhe një herë faleminderit gjitha mediave që janë lejuar ta transmetojnë spotin, edhe ju gazetarëve pa përjashtim që i keni dhënë hapësirë, dashur qytetarë Tiranës e gjithë Shqipërisë, ne shqiptarët na karakterizon atë dashuria dhe na karakterizon dhe solidariteti, bashkimi bën fuqi, thoshte Skënderbeu, jemi të gjithë së bashku ditën e premte ora 17 në sheshin Skënderbej. Për të dërguar një mesazh solidariteti ndaj 4 komandantëve të UÇK-s, por dhe gjaku të derdhur nga gjithë ushtarët e UÇK-s të rënë në frontin e betejës për çlirin e Kosovës. Zoti Balla, a ka kalonit miraton një rezolut për të dënuar genocidin serb në Kosovë? Ambrozia do ta dëgjosh nesër përgjigjen për këtë. Durose vetëm keni thënë që mos u hap shumë në çështje. Zoti Balla, ka një organizim nga ju për të qenë gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste në këtë protestë ditën e premte? Urdhë? A ka një organizim nga ju për të qenë pjesëmarrës i gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste në protestën e ditës së premte? Po çfarë organizimi duhet për të qenë diçka që i shërben adheut? Është lidhet me kombin ton. Pra na thuhet në një akt akuzë që kombi jon kur është dashur të çlirojë një pjesë të territorit vet për të shpëtuar popullin shqiptar të Kosovës që ishte nën sulm nga makineria vrasë e Miloševićit, duhet një organizim. Kjo nuk është partijake. Kjo është kush e ka zemrën në vendin e duhur dhe kujt i dhem sadopak për kombin, duhet të jetë të premten atje. Pastaj organizata veteranëve do të përcaktoj se kush do të marrë fjalën, kush është programi, ç'pun kam unë programin. Unë do jem atje dhe të shpreh solidaritetin tim me një proces të pandershëm, me një proces që e dini si u iniciua, e dini edhe kush e votoi në 25 janar 2011 rezolutën e famshme Dik Marti, po për këto dhe them drejtën këto nuk duhet merrem sot se jemi marrë boll, dhe do doja shumë që t'ishin edhe kolegët e Partisë Demokratike aty. A do jenë deputetët e Partisë Socialiste aty? Po, si kryetari i grupit parlamentar i kam thënë dëgjoj. Mirë është që të jeni secili e vlerëson vetë. Valla, një pyetje për UÇK. Gjë më e rëndësishme se thash do të